po i tregon Allahut, o Zotët, unë linda, por linda vajzë. E Allahu e din se çfarë ka lindur ajo. Pra, nuk është e nevojshme ajo që ta njoftoj Zotin me gjinin e fëmijës. Edhe ajo po e din këtë. Po thotë, "Walejse dhekaru kel untha", nuk e njëjtë si mashkulli, si djali, si vajza. Pra tash unë nuk mund ta realizoj atë që ta kam dhënë fjalën, dhe tash unë nuk po dal në besë. Unë po dal si mashtruese. Unë po bëhem sikur egoiste, të më lind një fëmijë dhe do t'ja fal tempullit, sa po të më lind, vetëm ta shijoj ta di se unë bëhem nën dhe ka kush më thirr nën. Në momentin kur unë bëhem nën, unë tash nuk po realizoj këtë. Dhe kishte këtë hall. Wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Unë thot masi linda vajzë dhe nuk e kam djalë dhe nuk kam mundësi që ta bëj tash shërtore të tempullit shejt, të paktën thot unë ja lash emrin Maryam. Maryam që në gjuhën shqipe i bie adhuruese. Nuk është fjalë arabe, është e gjuhës hebraike ose hibrishte, që në arabisht do ta kishte kuptimin abide. Emrin abide, tek ne jemi të njohur të kemi dëgjuar, pra i bie adhuruese. Dhe ajo sikur don ta shpaguaj pak në një farforme. Nuk ka mundur që ta lind atë djalin e premtuar që ta dorëzoj një ditë prej ditëve në tempull, por megjithatë unë do t'ja lë emrin adhuruese. Edhe gjersa ishte kështu adhuruese, çështja e saj u bë e famshme shumë, ishte vajzë e dashur tek gjithë besimtarët, sepse dihej që vetë familja Imranit ishte për besimtarët familje e mirë, edhe sprovat që kishin pasur, se nuk kishin pasur gjatë kohë fëmijë, e pastaj Zoti ja fali këtë vajzë, e ja lan emrin Maryeme, dhe ishte në një farforme vajzë hasreti, si themi ne, e që e donin të gjithë, e donin dhe e simpatizonin të gjithë. Dhe kur erdhi momenti që të vdes babai i Maryemes, pra Imrani, kishte probleme dhe dilema se kush do ta merr kujdesin për Maryemen. Dilemat dhe problemet që po them nuk ishin të natyrës duke i ikur përgjegjësisë, por të natyrës se të gjithë e donin Maryemen ta kenë në shtëpinë e vet. Dhe filluan të ziheshin, filluan që të bënin gara se si dhe kush do ta ketë primatin, të drejtën, përparësinë që ta marrë Maryemen dhe të kujdeset për te.